Zbulohet surpriza nga gjesti? E vërtet. Me një seri fotosh të publikuara të premte në rrjetet sociale, Gjesti paralajmëroi rikthimin e tij të shumë pritur në muzikë, duke rrëmbyer menjëherë vëmendjen e publikut. Ai u shfaqi izoluar brenda një vile, duke punuar intensivisht për projekte të reja muzikore. Njëra prej këtyre këngëve, siç dihet tashmë me siguri, do të mbajë titullin Fuqishëm. Ndërkohë që fansat prisnin me padurim një album të plot pas kësaj periudhe pauze, Prive Libertas Pahiu ka mësuar ekskluzivisht se Gjesti po punon në fakt për një EP që do përmbajë plot 5 këngë të reja. Kjo shpjegon edhe arsyen kryesore pse DJ i tij besuar Gimbo ka qenë tejet i zënë me punë kohë të fundit në xhirime e studio, me dukshëm më pak kohë në dispozicion për Selin pas fitores në Big Brother VIP Albania 5. Përveç punës së palodhur në studio, Gjesti po përgatitet edhe për një rikthim të fuqishëm në skenë. Ai pritet të performojë live para publikut në një koncert të rëndësishëm në Gjermani, të planifikuar për datën 13 maj, i cili do jetë i pari pas rreth një viti, me shumë zhvillime në personalen dhe profesionalen e artistit. Prishet shoqëria e dy ish-banorëve të Big Brother VIP Kosova 2 Kader dhe Shqipe. Fatkeqësisht, e vërtet. Ndonse dyshja duke jashtëzakonisht e afërt pas përfundimit të formatit televiziv, gjërat duket se kanë marrë një kthesë krejtësisht papritur gjatë kohëve të fundit. Prive Libertas Pahiu ka zbuluar nga burimet sigurta se kjo krisë në raportin e tyre është ngjarje e ditëve të fundit, në fakt e nisur prej disa javësh. Distancimi i tyre i ftohtë në jetën reale është pasqyruar qartësisht edhe në botën virtuale. Vajzat nuk e ndjekin më njëra tjetrën në Instagram, një veprim që në ditët e sotme konsiderohet si vulë zyrtare prishjes së marrëdhënieve. Nëse kthehemi pak pas në kohë, të gjithë mbajmë mend se verën e kaluar ato kaluan pushimet përbashkëta fantastike, duke ndarë momente të shumta me ndjekësit. Fatkeqësisht, me sa duket këtë verë, gjasat janë minimale që t'i shohim bashk, duke shijuar rrezet e diellit apo duke udhëtuar në shoqërinë e njëra tjetrës. Prishet edhe miqësia Rogertit dhe Mirit. E pa vërtet. Shkas për këto zëra u bë një detaj që nuk i shpëtoi fansave vigjilent të formatit. Djemt nuk ndiqen më në rrjetet sociale. Megjithatë, burimet sigurta pranë tyre kanë konfirmuar ekskluzivisht për ne se nuk ka asgjë të vërtetë në këtë mes. Loja ka mbetur aty ku luajt, brenda shtëpisë, dhe ata vazhdojnë të kenë një komunikim krejtësisht normal edhe pas xhirimeve të post Big Brother, i cili u transmetua me 2 epizode dhe u xhirua të martën e kësaj jave që po lëm pas. E vërteta është se ai unfollow ka ndodhur gjatë përplasjeve brenda lojës nga vetë personat që menaxhonin llogaritë e tyre gjatë qëndrimit, dhe këto detaje teknike thjesht nuk janë rregulluar ende. Ndërkohë Rogerti solli sonte këngën e tij të re në bashkëpunim me Don Phenom, ku nuk ka hezituar sërish të përmend Selin. E vetmja vërtet digjitale është se Rogerti ka hequr nga lista personave që ndjek shëndritin, menjëherë pas një debati të ashpër që patë në studion e Postit. Ilir Shaqiri me një shumë të konsiderueshme për pjesëmarrje në Ferma VIP, e vërtet. Hyrja e tij e papritur në këtë reality show ka ndezur diskutime të forta kudo, duke transformuar balerinin e njohur në një personazh totalisht antagonist për këtë sezon. Për shumë kënd në publik, fakti që fituesi i edicionit të parë të Big Brother VIP Albania pranoi të bëjë pjesë e këtij formati, po shihet si një lëvizje krejtësisht e gabuar. Debatet e ashpra dhe të vazhdueshme me Mozën, qasja ati shpesher negative ndaj dinamikave të shtëpisë, dhe veçanërisht lëvizje që quan në zbritjen e çmimit të madh, e kanë bërë atë një profil goxha antipatik brenda lojës. Megjithatë, kurdo që ai të dalë nga dera saj ferme, nuk do jetë i humbur financiarisht. Burimet sigurta për Prive Libertas Pahiu konfirmojnë se është paguar rreth 40.000 euro për të bërë pjesë e kastit. Kjo është një shumë e majme që duket se justifikon plotësisht këtë lëvizje televizive dhe rrezikun me imazhin e tij. Apo as për aq nuk ja vlen? Si mendoni ju?